Muaj nëntor pritet të mos jetë as pak i qetë për disa shenja të zodiakut. Lëvizjet planetare, veçanërisht kalimi i Marsit nga Akrepi në Shqyrtar dhe rikthimi i Mërkurit në retrograd, do të sjellin tensione, vonesa dhe sfida të papritura. Astrologët paralajmërojnë se Demi, Akrepi, Luani dhe Ujori duhet të tregojnë kujdes të veçantë në fushën financiare dhe atë personale, pasi ndikimi i Uranit dhe Mërkurit të retrograd mund të shkaktojë keqkuptime, përplasje dhe situata të vështira për të kontrolluar. Hëna re me 20 nëntor do të rrisë ndjeshmërinë dhe reagimet emocionale, duke i shtryrë këto shenja të përballen me vendime të rëndësishme. Për shumë prej tyre mund të rikthehen çështjet të kaluarës që mendohej se ishin mbyllur. Durimi dhe qetësia do të jenë çelësi për të shmangur gabimet. Nga ana tjetër, binjakët, virgjëresha dhe peshqit do të ndjejnë ndikimin e kundërshtimit midis Marsit dhe Uranit, që mund të sjellë grindje në marrëdhënie, tensione në familje dhe sfida në punë. Për të lindurit në ditët e fundit të dekadës së tretë, ekziston mundësia e zhvillimeve të papritura profesionale dhe problematikave shëndetësore, ndaj kërkohet kujdes dhe vetë kontroll. Në përgjithësi, nëntori nuk është muaj për nxehtim apo vendime impulsive, edhe pse mund të ndiheni të sfiduar, yjet këshillojnë të ruani ekuilibrin dhe të përqendroheni në qëllime të afatgjata, sepse pas tuhis, qetësia normalisht që do të vijë. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.